Në fund mandatit na shtinë në trip. Çka është tripi? E janë së bashku në trip të Prishtinës, ta quajmë Prishtinën për te. Edhe tash kemi me pas edhe 150 pritore të reja. Bileti është shtatë. Po, jo me kretar. Totali autobusëve është 172, kemi 81 publik, edhe 91 privat. Fush Kosova. Fush Kosova, jo Fush Kosova është. Fush Kosova në numërojnë as si pjesë të qytetit. Kosova Prishtinë është. Po. Për herë të parë Prishtina sot është inteligjente. Është inteligjente. Mandatit na shtinë në trip. Çka është tripi? Qyre, jo në fund mandatit, po prej fillimit mandatit nga konë trip. Nga konë të udhëtu një udhëtim, edhe tash nga ardhë në stacion të trip, të transportit të ri të Prishtinës. Pra ka qenë një punë 3 vjeçare, ku ne kemi analizu të gjitha pikat e Prishtinës, gjitha zonat, gjitha lagjet që kanë pas nevojë për me pas shërbim shtesë prej autobusëve, edhe tash me trip, pra transporti i ri i Prishtinës, kemi mundësu që gjitha lagjet me pas zbritje, pra me pas pikën ku vjen autobusi. E dini që ka pas probleme të ndryshme në pjesë të ndryshme, edhe në Arbëri, edhe në Kolovic, edhe në fshatra të ndryshme në zona në lagje tjera të kryeqytetit, po tash nuk ka asnjë lagje pa një pikë të stacionit për autobus, kështu që qytetarët e kanë një rrjet të mrekullueshëm, një rrjet të ri që do t'ju shërbej për të mirën e tyre. Kryetar, që një kohë jena të pa pritore të reja. Në kena pa në qytetin e Prishtinës të mundu më ndryshu pritore. Tash jena me një pritore tjetër, me një koncept tjetër. Ka zëna ma shumë për pritore e qytetit. Sa pritore janë në kuadrë të tripit? Po, tash në kuadrë të tripit e keni pa që ne e kemi zgjeruar rrjetin. Edhe tash kemi me pas edhe 150 pritore të reja. Shumë prej tyre faktikisht vetëm janë përfundu, kemi edhe 26 për me i përfundu deri në janar. Në janar pra i kemi të përmbushuna të gjitha pritoret në gjithë kryeqytetin, në këtë rrjetin e ri të cilin tashmë e kemi kriju. Normal edhe ju lutemi qytetarëve që nëse dikun shohin një problem të na lajmërojnë, sepse duhet me qenë afër qytetarëve gjithmonë. Ata janë sytë tanë edhe na tregojnë për shembull për probleme të mundshme të cilat ne mundemi me i zgjidh masanej me njëherë. Transporti i ri i Prishtinës. Tripi. A po të pëlqen emri? Po më pëlqen emri shumë. Emri super fantastik. A ke zgjedhur? A ke miratu? E kom miratu normal. Kemi pas një ekip fantastike me do projekt propozime të ndryshme, janë ndryshëm, po tripi është ai që ka sens, edhe atë kom thënë kom shtypur para, pse e ka edhe atë ka kuptim edhe prej anglishtës që trip është udhëtim. Trip prej slang të urbanit Prishtinës, me hin trip fizik edhe në trip mendor. Dyja. Lësën trip lëvizjes. Trip lëvizjes, tripi fizik. Çka lidh transporti i ri i Prishtinës për qytetarët? Çka lidh? Cilat janë zonat e reja? Çka keni më ri me transportin e ri të Prishtinës? Me transportin e ri të Prishtinës, faktikisht kemi ribrandu tash, kemi brendimin e ri, që është numër 1, pra tripi. Tripi tregon që tash sistemi është krejt i ri, është një rrjetizim. Deri tash nuk ka pas rrjet. Çka do të thonë? Do të thonë network, rrjet. Ku ke mujti me arë prej një anës me një autobus edhe një stacion ke pas për shembull ndalje për 2 ose 3 ose 4 autobusat që të çojnë masanej në pikat e tjera. Deri tash krejt kanë ardhur në një pikë apo në qendër të Prishtinës, edhe krejt kanë dalë masanej në zona tjera që ka qenë ndryshe prej networkit apo tash rrjetizimit që sot ekziston, që është shumë më funksional, edhe penetron në pjesë të ndryshme edhe në zona urbane të kryeqytetit ku sa pas përpara, po edhe në për të gjitha fshatrat. Pra kjo është diçka e re tash që nuk e kemi lënë asnjë pikë, asnjë zonë të kryeqytetit pa shërbim të tripit apo të autobusëve. Tash kemi 30 linja në total, prej këtyne 172 autobus, pra totali autobusëve është 172, i kemi 81 publik, edhe 91 privat, mirë po të gjithë janë bashkë tash në trip, sepse kemi biletën tërditore,
biletën mujore, pra s'ki nevojë me blet 2 bileta Pa tash. Një që i shërben të gjithave. Edhe struktura e lidhjes edhe të frekuencave, për shembull kemi 5 lidhje të kyçe kryesore, të cilat frekuentojnë çdo 7 minuta. 5 lidhje kyçe që frekuentojnë çdo 7 minuta. Për tyne i kemi masanej lidhje sekondare, të cilat janë 9 që frekuentojnë çdo 30 minuta. I kemi pastaj lidhjen rapide për aeroport, që është 1, edhe këto e kemi çdo 1 orë, kemi ndërlidhjen me aeroport. Çdo 1 orë shkon. Çdo 1 orë kemi tash autobus i cili shkon drejt për drejt në aeroport. I kemi lidhjet regionale që janë 10 çdo 60 minuta, pra me na lidh Prishtinën me regjion, po ashtu tjerat që janë pak më larg me regjion, që 90 minuta janë 2 shtesë, edhe 4 tjera shtesë që janë çdo 180 minuta, po them që i lidhin për shembull edhe me zonat të Prishtinës metropolitane që tash marrin, si për shembull Lipjanin apo Podujevën apo këto zona. Ta mëson pak më shumë për kuletën digjitale edhe konceptin e kuletës digjitale. Koncepti i kuletës digjitale është fantastik, domethënë është shumë bashkëkohor. Çdo kush sot ose shumica e njerëzve kanë kartel të bankës apo kanë një konto. Deri tash u dosh gjithmonë me shku në telefon, me thirr, me kshyrë edhe me ble, që ka qenë okay, po jo aty ku edhe mundemi me qenë. Sot nëse ki një smartphone, një telefon të mençur, mundesh me download kuletën digjitale. Pra është një aplikacion që thirret kuleta digjitale, edhe për secilin që downloadon për herë të parë e kemi 1 muaj falas shërbimin. 1 muaj Pra falas. 1 biletë ki falas, veç pse ke downloadu kuletën digjitale. Po hipe marr kuletën me një herë. Unë merrem me një herë nëse se pas ke marrë. Me një herë. A bileti është kështu. Po jo me kreator. Edhe me këtë mujorën pastaj, kur i shtin informatat një herë, gjithmonë aty i ki informatat, në të ardhmen e ki veç e prek një button. Për shembull të vyn bileta mujore, e ki domethënë një shtypje, një pull me shtyp, edhe ki biletën mujore. Ose edhe ditore, çfarë dush. Ose edhe nëse don e ki dikën me veti, don me able mikut, djalit, vajzës, kushdo, mundesh edhe atë me vo. Pra e ke mundësinë fantastike në mënyrë të shpejtë me njerësh me pa u lodh me pas biletën për gjithë qytetarët, se ne kemi përmi 30% tash të qytetarëve, të studentëve apo të nxënësave, të qytetarëve me nevoja, të pjesëtarëve të ndryshëm të komunitetit, të organizatave të shtetit çlirimtare të Kosovës, të zjarrfiksëve, të policëve, të administratës, pra të gjithë këta që janë të liruar prej transportit, prej biletës të transportit urban, ato mundën me i fut për edhe kuletë digjitale edhe i njeh. Pra e njeh kuleta digjitale. E njeh edhe e ke jo vetëm të parën pa parë, po i ke, do thonë edhe bileta tjera falas, ashtu qysh edhe kemi bone me rregullore. Pra dhe kjo është një element tjetër i mirë i kuletës digjitale. Në artificiale din që për herë të parë Prishtina sot Është inteligjente. Është inteligjente. E ke parë që i vjen shumë poseda aty neve. S'manat ma. Tash s'mundesh, tash e sheh që po kim vjen të shtëpia, bala kur herë poseda në trip, ja ka hyrë autobusit, ja ka marrë dikon biciklet. Ja, ka dikon gjithçish posetën në ditë që në trip. E fortë kohë me poseta. Kryetar, faleminderit shumë për ditën e sotme. Faleminderit, kënaqësi. U kënaqëm, e jani së bashku në trip të Prishtinës, ta quajmë Prishtinën për tej. Faleminderit.